Në Shqipëri mbi 245.000 qytetarë jetojnë në varfëri të skajshme dhe përballen çdo ditë me vështirësi të mëdha ekonomike, sipas të dhënave të fundit të Instat, të rishikuara pas censit të popullsisë 2023. Sipas anketës së të ardhurave dhe nivelit të jetesës, rreth 10.2% e familjeve deklarojnë se e sigurojnë jetesën me shumë vështirësi në vitin 2024. Ky tregues shënon një rënje nga 18% që ishte në vitin 2021, por Instat thekson se kjo nuk lidhet domosdoshmërisht me përmirësimin real të kushteve të jetesës, por me kalibrimin e të dhënave sipas strukturës së re demografike të censit. Në total bëhet fjalë për rreth 245.015 individ që klasifikohen si në varfëri të skajshme, të cilët përballen me mungesë të theksuar të ardhurave dhe pamundësi kursimi. Të dhënat tregojnë se kjo shtresë ka vështirësi serioze në përballimin e shpenzimeve të papritura, si emergjencat shëndetësore apo riparimet bazike të banesës. Po ashtu, familjet e këtij grupi raportojnë vonesa të përsëritura në pagesën e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe qiras, duke jetuar me rrezikun e ndërprerjes së shërbimeve bazë. Varfëria e skajshme ndikon edhe në ushqyerje, ku shumë familje nuk arrin të konsumojnë rregullisht proteina si mish apo peshk, si dhe përballen me pamundësi për ngrohje të mjaftueshme gjatë muajve të dimrit. Gjithashtu, për shumë prej tyre është e vështirë të sigurojnë pajisje bazë elektroshtëpiake si lavatriçe apo frigorifer funksional. Instat thekson se kjo shtresë kërkon ndërhyrje të targetuara sociale, pasi rritja e përgjithshme ekonomike nuk po përkthehet në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët.